Alianca për Shqipërinë Europiane në Lezhë përmbylli fushatën elektorale të kandidatit Viktor Tusha me një skenografi të ngjashme me mitingjet elektorale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Edi Rama tha se ai dhe Ala Ati Meta kanë vullnet të hekurt për të mbështetur programet e kandidatëve të majt. Jemi të vetëdijshëm për vuajtjet. Jemi të vetëdijshëm për sakrificat. Jemi të vetëdijshëm për problemet e panumërta. Na bën shumë herë më të përgjegjshëm për domosdoshmërinë që t'i zgjidhim këto probleme. Çdo banor dhe çdo familje e kësaj zone njerëzisht mençur, punëtor dhe fisnik nuk ka pritur që në 18 muajt bilancit ton parë ne të zgjidhnim gjitha ato probleme dhe të kuronim gjitha ato plagë që u hapën me vitet tëra. Por se në 18 muaj ne kemi dhënë provën e sigurt që jemi fuqia që mund të bëj, që po bën dhe që do ta bëj me se s'bën shtetin që meritojnë shqiptarët. Rama bëri këtë konstatim për modelin e zgjedhur nga Partia Demokratike në këtë fushatë elektorale. Partia Demokratike është një pasuri kombëtare, sot është në duart e gabuara, është në drejtimin e paditur, çështja e kohë është dhe besoj që do zgjohet dhe Partia Demokratike nga gjendja e epilepsisë që e ka zënë që në 23 qershorin e 2013. Ju them sinqerisht, më vjen për të qartë që shikoj që është bërë një forcë e cila do ishte udhëheq shumë më me dinjitet nga sudja. Fisnikëria e lezhjanëve, tha deputetja e zonës Monika Kryemadhi, është detyrim për të punuar më shumë. Që me datën 21 qershor të votojmë Viktor Tushën. Të votojmë Viktor Tushën sepse është drejtimi i duar. Është vizioni për të ardhmen, për të pasur një Lezhë europiane, për të pasur një Lezhë që e meritojnë të rinjtë dhe të rejat e Lezhës, për të kthyer nga emigracioni dhe për të qenë me europian se që jetojnë në vendet e Europës.